Shkruan Gjergj Zefi. Ka një thënie të vjetër sa filozofia. Njeriu flet më shumë për atë që i mungon. Flasim për lumturinë kur nuk jemi të lumtur, për dashurinë kur na mungon dashuria, për drejtësinë kur shohim pa drejtësi. Njeriu nuk kërkon ujë kur nuk ka etje. Ndoshta prej këtej duhet nisur për ta kuptuar këtë pasion të vonë të Edi Ramës për besën. Sepse po të kishte një fjalë që përmbledh më pak se çdo tjetër mënyrën se si ai e ka ushtruar pushtetin gjatë këtyre viteve, do të ishte pikërisht besa. Rreth tij ka kaluar një ushtri njerëzish që dikur qenë ministra, bashkëpunëtor të afërt, kryebashkiak, njerëz të besuar të pushtetit. Sajmir Tahiri, Arben Ahmetaj, Ilir Beqaj, Lefter Koka, Vangjush Daku e të tjerë kanë pasur fate të ndryshme penale dhe politike, ndaj nuk mund të futen të gjithë në të njëjtin thes. Një gjë megjithatë përsëritet me një rregullsi të habitshme. Kur drejtësia troket e dera e tyre, Rama zbulon papritur se përgjegjësia është personale. Vendimet qenë të qeverisë, ministrat qenë të tij, politikat u shpallën prej tij, sukseset u shitën si suksese të tij. Kur vjen fatura, secili duhet paguaj për vete dhe për kryeministrin. Ky është mekanizmi. Në kohë të mira pushteti ka një pronar, në kohë të këqija përgjegjësia ka shumë jetim. Rama e ka shpjeguar këtë me metaforat e veta të famshme për mollët, dardhat e fisht që bashkëpunëtorët mund t'i kenë kputur rrugës pa dijenin e tij. Një kryeministër që ka qeverisur vendin për më shumë se një dekadë na kërkon në thelb të besojmë se ka ditur gjithçka kur puna ka shkuar mirë dhe asgjë kur aferat kanë përfunduar në spak. Kjo nuk është më vetëm çështje drejtësie, është mënyrë ushtrimi e pushtetit. Pikërisht këtu ku besa e Ramës bëhet interesante. Nga vëllezërit e Tiranës te familja Trump. I njëjti instinkt shfaqet edhe jashtë Shqipërisë, vetëm se kostumi është më elegant. Edi Rama ka dashur prej vitesh të jetë njeriu që mund të hyjë në çdo kancelari të botës. Me Brukselin është europianisti më i zellshëm. Me Ankaran kultivon marrëdhënien personale me Recepin, por edhe me popullin vëllat turk, me grekët po ashtu. Me Izraelin kërkon afërsi strategjike. Në Washington kërkon derën që të çonte administrata e radhës. Marrëdhënia me familjen Soros nuk ka qenë ndonjë sekret i sajuar nga kundërshtarët. Ka qenë publike, fotografuar dhe e kultivuar gjatë. Alex Soros e ka quajtur Ramën vëlla. Takimet mes tyre kanë vazhduar edhe pasi Amerika ndryshoi administratë. Në anën tjetër është familja Trump dhe projekti Jared Kushner në Sazan, të cilin qeveria shqiptare ka përqafuar me një gatishmëri që nuk ka kaluar pa vëmendje as në mediat ndërkombëtare. Sazani kështu bëhet metafora perfekte e diplomacisë së Ramës, një ishull i vogël ku mund të ankorohen interesa shumë të mëdha. Mjafton që kryeministri të mos mbetet kurrë në bregun e gabuar. Këtu tabloja bëhet shumë më interesante. Nga njëra anë miku i vjetër Soros, nga tjetra familja e presidentit Trump. Dy botë politike që në Amerikën e sotme nuk kanë shumë dashuri për njëra tjetrën. Në mes, Edi Rama. Ai nuk zgjedh, ai përshtatet, është besnik në mbjetesë. Këtu ndoshta gjendet Chelsea për të kuptuar Ramën më mirë se në çdo fjalim të tij. Nuk është ideolog, është i mbijetuar. Ideologu ka disa gjëra që nuk i bën edhe kur i kushtojnë pushtet. Pragmatisti bën kompromise për të arritur një qëllim. I mbijetuari në politik ka vetëm një qëllim, të jetë ende aty kur të tjerët të kenë ikur. Rama ka parë president amerikan të vinë e të ikin, qeveri europiane të bjen, ambasador të ndërrohen, ministra të përfundojnë në burg, miq të djeshëm për të cilët nuk mban më përgjegjësi. Ai ka mbetur. Kjo është një aftësi politike që kundërshtarët e tij gabojnë kur e nënvlerësojnë. Ka vetëm një problem, ajo që është virtyt për mbjetesën e një politikani mund të jetë vesë për shtetin që ai drejton. Shqipëria ka nevojë për marrëdhënie të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se kush udhëheq në shtëpinë e bardhë. Ka nevojë për Bashkimin Evropian sepse aty është destinacioni i saj politik dhe ekonomik. Ka interesa me Turqinë, marrëdhënie të rëndësishme me Izraelin dhe duhet flas me çdo qendër politike që mund t'i shërbejë vendit. Këto marrëdhënie duhet të jenë të Shqipërisë, jo politë sigurimi për pushtetin e Edi Ramës, sepse kur politika e jashtme ndërtohet mbi raportet personale të një njeriu, çdo miqësi bëhet e përkohshme, çdo aleancë bëhet e negociueshme. Kjo është ironia e madhe e historisë. Pas kaq shumë vitesh pushtet, Edi Rama ka nisur të flasë për besën. Është në fund një lloj si flasin njerëzit me Zotin, në fund të jetës së tyre, se në llogore nuk ka ateist.